Paraditën e sënës në një konferencë për media, drejtori i Policisë Rrugore, Perla Dvatoci, ka prezantuar ndryshime të reja në Kodin Rrugor, duke theksuar se synimi kryesor është rritja e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimi i drejtuesve e ulja e numrit të aksidenteve. Masa këto që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Sipas tij, nga ndryshimet parashikon shtyrjen e së drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që kapen duke drejtuar automjet pa qenë të pajisur me leje drejtimi. Për të miturit, kjo periudhë shkon deri në 2 vjet. Gjithashtu ai ka theksuar se gjithë shoferët që do të kapin me alkool mbi 0.5 gram për litër do të heqin përjet patenta. Shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkoolike më të lartë se 0.5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje deu. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje deu. Në përfundim ai theksoi se masa ndëshkuese nuk janë qëllimi i tyre, por parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve e mbi të gjitha mbrojtja e jetës, duke cituar se siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët.